që të kuptosh 79-ën, duhet të kuptosh një herë 78-ën, 77-ën dhe 68-ën. Në 68-ën ishte periudha kur perëndimi përgjithësi pati ato revolucione studenteske etj. Pra, nuk e qenë që Irani ishte një vend perëndimor, e njëjta frymë me 68 si në Evropë e në Amerikë u transferua edhe në Iran. Pra universitetet morën një rol. Ju e keni parë edhe në lëvizjet e fundit antiregjim në Iran, ka pas një rol të studentëve, të lëvizjeve studentore etj. Dhe këto vijnë nga ajo regjim. Pjesa tjetër është që në 78-ën filluan të ndodhin këto lëvizjet, domethënë, duke qenë kufi me Bashkimin Sovjetik. Ishte një kufi mes perëndimit, pra perëndimit kapitalist, perëndimit kolektiv, siç e quhen sot Lavrovi, dhe botës komuniste. Po. Edhe është momenti që bota komuniste është në kulmin e vet dhe perëndimi është kulmi e vet dhe jemi në kulmin e përplasjeve. Por që të kuptojmë çfarë ndodhi në 79-ën, duhet të kuptojmë çfarë ndodhi përgjithsisht në gjithë 79-ën, sepse në këtë rajon 79-ën ka ndodhur disa gjëra, nuk është se ka ndodhur një gjë. Pra, çfarë ka ndodhur? U mor peng Meka. U mbajt, e qenë periudha Ramazanit, u mbajt mbi 47 ditë. Dhe u desh ndërhyrja e shërbimit sekret francez, sepse praktikisht mbretëria nuk arriti dot që të bënte gjë, që të eliminoheshin ata që morën peng dhe u quajt si skandali më i madh i botës islame dhe akuzohej që pas kësaj qëndronte shërbimi sekret iranian. U sulmuan, filloi lufta civile këtu në Liban, u sulmuan bazat amerikane dhe bazat franceze, u bë masakër me amerikanë dhe francezë. Dhe shfillimi i luftës së Hezbollah këtu. Dhe mendoj që pas kësaj ishte Libia që financonte, duke pas parasysh që Irani është fuqia më e madhe në botë, edhe me naftë edhe me gaz. Me naftë është dhe Arabia Saudite, po Irani... Të dyja ti. Po. Në të njëjtën kohë, në Arabi Saudite filloi një lëvizje, e cila filloi të shqetësonte familjen, sepse pas asaj që ndodhi në Mekë, familja Al Saud filloi të kishte frikën që mund të ndodhin gjëra më të mëdha dhe këtë rinin, e cila po kthehej edhe kundër Pimbazit që ishte kleriku më i madh, edhe kundër familjes saudite, e cila shpenzonte shumë për luks etj. Këta menduan që ta eksportojnë jashtë. Këtu në pushtet në Irak kishte ardhur ai që kishte rrezuar presidentin pro-perëndimor dhe që ishte një agent i CIA, që ishte një ushtarak i ri që quhej Saddam Hussein. Agent i CIA ishte. Po sigurisht, tash ti mendon që do ishte agent dhe mik i CIA-s edhe të merrë pushtetin në Irak, sigurisht. Jo, se pastaj ka kultivuar marrëdhënie shumë të afërta me Bashkimin Sovjetik. Bravo. Se ndodh lufta Iran-Irak që do ndodh kjo gjë. Dhe në Rusi në Bashkimin Sovjetik vdes Brezhnevi. Pra është ajo periudha që fillon Bashkimi Sovjetik të ketë probleme të leadershipit, se kemi një gati 20 vjet qeverisje të Brezhnevit. Afganistani kishte probleme të brendshme dhe Moska vendos... Kemi pushtimin sovjetik në 79-ën, pikërisht. Po, pikërisht 79-ën. Dhe Moska vendos që për ta stabilizuar Afganistanin, fund të vi dhe ta pushtojë Afganistanin, po që është 24 dhjetor. Revolucioni është më përpara. Tani që ndodh? Që për shkak të kësaj ndezje të madhe me naftë dhe gaz këtu në këtë rajon, në Francë, në Paris, ishte strehuar kush? Khomeini. Lideri fetar, opozitar ndaj regjimit të Shahut. Pra, regjimi i Shahut kishte probleme me korrupsionin, me lëvizjet studentore, me autoritetin e klerikëve, probleme edhe të dobësisë të leadershipit apo jo. Cili ishte roli i vendeve evropiane dhe perëndimore? E ke shumë të qartë. Amerikanët donin Shahun bashkë me Izraelin, francezët me avion të Air France dhe me flamur të Francës kanë sjellë me një fluturim Ayatollah Khomeinin
nga Parisi drejt në Teranë. Janë filmimet, nuk gënjen. Po, filmimet janë. Pra, kur filloi protesta, lëvizja studentore, protesta e trinjve, dhe filloi revolucioni anti-sha, perëndimi ishte i ndarë, dhe një pjesë e madhe e perëndimit, pra po flas për Francën këtu, për arsye të lërave me gazin dhe me naftën, sepse shahu ishte komplet në dorën e kompanive perëndimore. Kanë mundur ndonjëherë kompanitë franceze që të futen në Iran? Janë futur pasi erdhën në pushtet ajatollat. Dhe Irani ka qenë historik për lidhjet me ato që një kompania anglo-persiane e naftës edhe gazit.